Muaji nëntor pritet të jetë vendimtar për fatin e shumë kombëtarëve europiane në rrugën drejt botrorit 2026 dhe ndërtohet edhe Shqipëria e Serbia. Megjithatë, një ndër faktorët kryesorë që mund të ndikojnë në rrjedhjen e ngjarjeve është përfaqësuesja anglisë. 3 luanët të kualifikuar tashmë zyrtarisht për në botror do të përballen në nëntor me 2 kundërshtar që luftojnë direkt për në vendet e mbetura në play-off dhe rezultatet e tyre do të jenë përcaktuese. Në grupin ku ndodhet Shqipëria, çdo pikë do të jetë vendimtare. Kombëtare Silvina shpreson që Anglia të mos bëjë lëshime ndaj rivalëve direkt anglisë, duke ruajtur seriozitetin dhe formën që e karakterizon. Pas marrjes së drejtimit të Anglisë nga Thomas Tuchel, ai ka premtuar skuadrën se do të luante çdo ndeshje me përkushtim maksimal, pavarësisht statusit të saj si ekipi kualifikuar. Ky qëndrim mund të jetë një lajm i mirë për Shqipërinë, e cila shpreson që trajneri gjerman të mos bëjë rotacion të thellë në ndeshjet e fundit dhe të ruajë të njëjtën intensitet të lojës. Kuqezit janë shumë pranë sigurimit të një vendi në play-off, por duhet të presin me ankth rezultatet e nëntorit. Një fitore anglisë ndaj rivalëve të drejt për drejt do të afronte edhe më shumë kombëtarën kuqezit drejt ëndrës botror 2026. Fati Shqipërisë dhe Serbisë në këtë mënyrë do të jetë i gjithë i varur nga plani i trajnerit Tuchel, i cili mund të jetë i vetmi që mund ta prishë ëndrrën që një ditë të shkojmë në botror.